duhet thënë që me njëherë mbas arrestimit të Mogherinit, shtypi djathtë, politikantë djathtë, media e djathtë u gëzua, sidomos ajo online, u gëzua për këtë fakt dhe filloi të propagandonte, a thua se ishte zëvendës kryeministre e Ramës Mogherini, dhe a thua se ishte gjetur ndonjë korrupsion i bërë midis Mogherinit dhe Ramës. Kuptohet që bënin asociacionin e tyre që bja Ramës po i arrestohen të gjithë dhe doli që edhe Mogherini pas ka qenë njeri i Ramës, siç po del që edhe Rama i bë ka presion drejtësisë së Brukselit për ta liruar Mogherinin. Po në fakt as Mogherinit as Ramës nuk i hyn ferr në këmbë. Mogherini nuk i hyn sepse muhabetet e PD-s nuk i dëgjon njeri në Bruksel, ndërsa në Shqipëri pazari është i ndarë. Rama ka një majorancë solide, të cilës s'ka që bëjnë sidomos këto në për lajthitet, në për portalet, në për blogje. Por natyrisht që e dëmtojnë PD-n, sepse ata zyrtarë të lartë që kanë antena për të marrë se çfarë bëhet në Shqipëri, e din këtë lloj qasje. Sikurse vetë ambasadori, vetë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, nuk është nga ata që e shikon me simpati Partinë Demokratike, për vetë faktin që është sulmuar pak përpara në mënyrë më të ulët nga vetë kryetari i Partisë Demokratike, i cili megjithatë mbrapa kërkoi falje, por pak rëndësi kanë se çfarë ka barku i nxjerr bardhaku, megjithëse Berisha nuk besoi se pi aq më pak ka qenë i pirë